Pastaj o vëllezër, e dyta, rrepësia e tyre ndaj atyre që kundërshtuan sunetin me mendimet e njerëzve. Transmetohet nga Salim ibn Abdullah për babën e tij Abdullah ibn Omerin radhiyallahu ta'ala anhu, i cili thotë, e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i cili thotë: mos i ndaloni gratë e juaja kur ju kërkojnë juve leje për të shkuar në xhami. E njëri prej djemve të Abdullah ibn Omerit, Bilal ibn Abdullah ibn Umar, e dini çka tha? Wallahi lanamna'hunna. Wallahi tha, kemi për t'i ndaluar. Tha, unë po të thonë pejgamberi Allahu ka thonë mos i ndaloni. E ti po thot do t'i ndalojmë. Thot e ka ofenduar me ashtu ofendimi që nuk e kam dëgjuar dikënd që ndonjëherë Abdullah ibn Omeri e ka ofenduar. Për një fjalë që e tha në kundërshtim të sunetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të fjalës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ata ishin të ashpër vëllezër, derisa transmetohet se nuk i ka folë më këtij djali. Kështu ishin shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam.